Do të më kap mua në shkelja i legeni. Çfarë po ndodh momentalisht? Çfarë po ndodh? Jemi drejt drejti. Çfarë po ndodh? Jeni kryetari i komisionit. Po më del një antar i KQZ-s më thot mua jo ke shkelur procedurat që ke mbyllur procesin e votimit. Unë i them more më ka ardhur më shfutur pesën në moment që unë dorëzoj pletën, e kam lajmëruar, më ka çoj turtonin. Një antar e PS-s që ishte këtu ka shfutur pesere, shikoja që votonte pesën, futeshte me vrapitare, lajmërova një herë. Ju e identifikuat që votonte pesën? Po, pra i kishte ta hapur fare pesa. E cila ishte kjo? Nuk e di zhdukur, ishte më thanë që është policia bashkiake në Dropull. Kur do të rifilloj Të hapen procesi? kamerat, pa u hapur kamerat të identifikohet se ajo zonja më ka ofenduar, më ka thënë kush je ti që më talon mua që të fuj unë aty, bëna i them unë jam ky person ti kush je që mund të futesh. Ju jeni kryetari i komisionit. Po, edhe unë kam të drejtu deri tani e kam bllokuar. Më vjen antarët e KQZ-s e më thonë mua që ti je në shkelje, që ti ke bllokuar procesin. Unë i them ti mund të hapësh kamerat. Edhe të shikuar se kush është ajo zonja, se u s'kam shkelur asnjë lloj ligji kur unë e kam paralajmëruar atë zonjën e më ka ardhur, më ka ofenduar ti legene ashtu më kështu më thoshte ajo zonja. Po, faleminderit. Faleminderit Kesti, faleminderit. Po.